raste. Në rast të parë, ju theme selam aleikum, pasha e Zotit qoftë me ju falemnderit që keni ardhur të gjithë. Dua të them, jam falenderuese e Zotit që më ka bekuar duke patur në jetën time kaq shumë njerëz që më falin dashuri. Për mua është kaq shumë e rëndësishme dashuria që ju më falni, jo vetëm sot në prezencën tuaj, po çdo ditë në të gjithë rrugëtimin tim, për të përfunduar tek studioja Sizana. Unë jam ajo që çdo ditë promovoj dashurim për veten dhe që shikoj që dashuria për veten është ajo që ne na bën të duam më lehtë tjetrin. Dhe mbrëm në darkë kur u ktheva në shtëpi shumë e lodhur, mora ato lapsat atë fletore që kisha aty afër dhe thash, Zana, nesër ke prezantimin, shkruaj 2 gjëra, se do vinë gjithë ata njerëz edhe ta kesh diçka të hedhur në një flet. Isha aq e lodhur, isha dhe pa bukë. Po më flihesh aq shumë gjumë sa gjithçka që shkruaja nuk më pëlqente. Dhe në një moment i thash vetes time, ajo që ti do flasësh, është ajo që ti ke përjetuar ditë mbas dite, që nga 2020-a deri në 2025-ën. Kështu që ajo gjëja që mua më ka zgjuar në mëngjes dhe më ka vënë në gjumë për 5 vite rresht, ishte e pamundur të shkruesh nga ana ime në formën e disa fjalive që unë po sforcoja sa ti shkruaja, dhe lash veten time të qetë duke thënë, nesër unë e di se çfarë do them. Dhe thash, në rregull, janë 5 vite, do e nis aty ku e kam nisur dhe ta realizoj atë që unë kam pasur për qëllim që, okej, në rregull. Zana e ka nisur duke qenë një person me mendime negative, duke qenë një person mbi peshë, duke qenë një person me shumë sëmundje në trup, duke filluar nga tëmthi, nga stomaku, nga kockat, nga dhilja e kokës, duke qenë një person i cili i nevojiteshin disa barna, dhe më pas në të gjithë rrugëtimin e saj, Zana vendosi në qendër të gjithë mirëqenies së saj veten, dhe kuptoi që në këtë rrugëtim mirëqenia e personit vet tregoi që një person i cili fillon në rrugëtimin drejt vetes duke bërë veten mirë, ai person është i vlefshëm për të qenë mirë për çdo person që ai ka në jetën e vet. Duke qenë vetë personi mirë në veten e vet. Pra duke thënë, unë në fillim do bëj mirë mendimet e mia, emocionet e mia, ushqimin që unë i përcaktoj vetes, mënyrën se si unë stërviz veten. Kjo gjë do t'i mjaftoj ai njeriu për të patur një vetë dashuri brenda vetes vet, e cila nuk duhet të shikohet më si një egoizëm, diçka që neve, si të thuash, na i kanë ngulmuar për të thënë që, okej, një person i cili përkujdes veten është një person egoist, dhe një person i cili sakrifikon më shumë për të tjerët është ai personi që duhet me i fjalë të marrë më shumë duar trokitje. Unë kam ngull dhe të them, dashuria fillon nga vetja, dhe një person i cili përkujdeset për veten e vet, një person i cili arrin në një gjendje të mirë, mendore, fizike, shëndetësore, është një person i cili është më i vlefshëm për çdo njeri që ka në jetën e vet. Dhe kështu nisi i gjithë rrugëtimi im në të bëri të mirë vetes. Pak nga pak, kur fillova me i fjalë që të bëja pjesën e përkujdesit dhe të rikthimit të vetja, kuptova që nuk ishte vetëm e nevojshme që në mendime ne të kemi mendimet e duhura. Ajo çka e lidh njeriu nuk është vetëm faza e të menduarit. Nëse ne kemi mendimet e duhura, këto mendime pa diskutim duhet të na çojnë ne te veprimet e duhura. Dhe nëse ne jemi ata njerëz të cilët në botë kuptimin ton kemi një mendim të duhur, ky mendim mbetet vetëm një mendim i duhur. Ai bëhet ne kur ne veprojmë. Dhe ai bëhet suksesi jon kur ne nga mendimi futim pak nga shpirti, shtojmë pak nga disiplina dhe kthehet në atë që ne duam me fjalë të jetë suksesi jon. Kështu që në të gjithë të pjesën e rrugëtimit tim, të cilin ata cilët më ndjekin në Instagram
e kanë kuptuar tashmë se kush është misioni dhe vizioni i Studio Sizana, është pikërisht mirëqenia në të gjitha këto dimensione. Pra, mendimet e duhura do të na çojnë në veprimet e duhura do na japin rezultatin e duhur dhe e gjithë kjo do pasqyrohet në atë çka ne e llogarisim si sukses dhe e gjithë kjo do jetë për të mirë të gjithë njerëzve që ne kemi rrotull. Pra, rrugëtimi im, unë pa e kuptuar, ishte që përveç se të bëja veten time mirë, unë në fund të këtij rrugëtimi të kisha një mision që të hapja një studio Sizana, të cilat do të kapte pikërisht këto sfera që unë besoj që njeriu e bëjnë mirë. Dhe pikërisht në studion Sizana, nga fakti me fjalë që unë në Instagram kam kontakte të vazhdueshme me vajza dhe me gra, të cilat duan të arrijnë një rezultat, por ai rezultati nuk ju vjen atyre në jetën e tyre. Për shembull, shumë më thonë që unë dua të humbas peshë. Okej, ky është vetëm një dëshirë, po si ta kthejmë këtë dëshirën që neve të kemi rezultat të humbjes së peshës, pikërisht kjo gjë vjen kur ne fillojmë dhe bëjmë analizimin se çfarë ne mendojmë rrotull kësaj gjëje, kush janë ato gjëra që neve na janë bërë barrierë dhe na janë bërë, si të thuash, ata hujnë të gardhit që nuk na lën ta kapërcejmë atë zonën tonë me fjalë të realizimit të diçkaje, dhe fillojmë zgjidhjen duke filluar pikërisht nga një bisedë, do thosha unë, se nuk mund t'i them seancë, një bisedë mendësie, çka do të thotë që ne në fillim rregullojmë mendimet që kemi në lidhje me këtë problematikë të caktuar. Më pas, pra, nëse ne kemi një problematikë të caktuar dhe fillojmë dhe vim te Studio Sizana dhe duam të japim një zgjidhje në botën e të menduarit, kjo gjë do të na bëjë neve të vlefshëm që të fillojmë përmirësimin. Pra, një nga shërbimet e para të Studio Sizana janë pikërisht konsultat e mendësisë, që unë me fjalë deri më tashmë i kam bërë në mënyrë të përditshme në chatet e Instagramit ose në kafenet që jam ulur me mikeshat e mia. Tashmë unë e ofroj si një shërbim. Pika e dytë Pika e dytë është pikërisht nutricioni. Është pikërisht ajo gjëja që unë vazhdoj dhe flas, ose si thonë që gri sallat. Pjesa se si neve duhet të mirë kuptojmë që ushqimi në të vërtet bëhet qenia jonë. Pra, në momentin që ne ushqehemi, e gjitha ai ushqim ndërton kockat tona, ndërton muskujt tanë, ndërton neuronet tona, ndërton lëkurën tonë. Dhe në momentin që ne deri më tashmë jemi keq ushqyer, ose kemi përdorur ato ushqime tradicionale, ose gjithmonë me fjalë kemi hasur mungesë dije, sepse mungesa e dijes është ajo e cila na çon në mungesën e të vepruarit, tashmë në Studion Sizana, me anë të konsultave të nutricionit, ne mund të kemi drejtimin e duhur se si të pasqyrojmë në jetën tonë dhe të përditshmën tonë një ushqyerje të shëndetshme dhe jo një ushqyerje emocionale ose një ushqyerje e cila është thjesht një ushqyerje tradicionale. I thash dy? Po. Vetë tek e treta. Një njeri i cili ka mendime të bukura, një njeri i cili ka emocione të bukura, pa diskutim që ky njeriu ka dëshirë të ketë një prezencë të bukur. Pra, këtë gjë ta rrezatoj për së jashtmi. Dhe ku ka më bukur se fytyra jonë kur ne e takojmë një njeri dhe vërem tek ai që ka pak yndyrë, ka pak lëkurë të thatë, ka pak yndyrë akneike, ka një rrudhë e cila nuk duhet ishte aty në mes të ballit, ndoshta vjen edhe nga mendimet, mund ta largojmë me mendime, por mund ta largojmë edhe me një skin analyzer dhe me një përkujdes të lëkurës. Pra, ai personi i cili ka mendime dhe emocionet e bukura, vetë tek ai personi i cili ushqehet shëndetshëm dhe pastaj shkon tek ai personi i cili ka një informacion dhe mund të marrë një shërbim të thjeshtë për përkujdesin e lëkurës, që ai me fjalë të prezantoj veten sa më bukur, përveç se të ndihet me fjalë bukur, të prezantoj veten sa më bukur, atë pjesën e botëve të tyre. Dhe po mendoja tani me fjalë të thosha që aty te skin analyzeri do thosha ças më kam parë syt, po okay, thash ta them, po e them. Ideja është me fjalë që është shumë e nevojshme. Ajo çka unë me fjalë kam parë 3 ditë në Panajir, kam parë që rutina bazike e fytyrës për shumë njerëz është diçka që as nuk e mendojnë, ndërkohë që duhet jetë një përkujdes shumë. Është sikur në mësojnë fëmijët që të lajnë dhëmbët, që është një gjë shumë e thjeshtë, ose të lidhin atletat, ashtu një person në jetën e vet duhet të dinë një përkujdes rutine minimal për fytyrën, sepse është ajo që ne na prezanton me fjalë më së pari në veten tonë.
Shërbimi i tretë që unë ofroj në studion Sizana është një shërbim që ja kam parë benefitet në veten time. Normalisht që kemi dhe sunetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili me fjalë tregon që hixhamja është shërim për trupin, dhe unë kam vendosur që të trajnohem, të certifikohem dhe të ofroj shërbimin e hixhames në studion Sizana si një terapi vërtet kuruese për çdo njeri. Pra, nga një njeri që kur i çoja mamit thikën për të prerë pulën, ikja me vrap se nuk duroja dot gjakun, kur njerëzit më thonë që ai ke problem ti Ozamira kur bën ato hixhame shumë me fjalë që bën me gjak, i them që okej, e kam patur shumë problem në fillim, sidomos ato seancat e para kanë qenë shumë të vështira derisa mësova ta aplikoja siç duhet dhe të duroja, por duke menduar gjithkohës se sa shumë e rëndësishme është me fjalë kjo lloj terapie për shëndetin e njeriu, vendosa që me fjalë të duroja atë sfidën e fillimit dhe me fjalë të arija që të mundet me fjalë të isha e certifikuar dhe të isha me fjalë një nga ato persona të cilët ofrojnë shërbimin e hixhamit si një terapi kurative për njeriu. Kështu që, në qoftë se keni mendime që ju kanë ngecur, hajdeni në një konsultë të studios Sizana. Në qoftë se nuk dini si të ushqeheni, hajdeni në një konsultë të studios Sizana. Në qoftë se doni të përkujdeseni për lëkurën, hajdeni të studios Sizana dhe për shërbimin e hixhamit po tek Zana. Unë do ju thosha që nëse keni nevojë për një përqafim ose për një fjalë të mirë, unë gjithë kohës do ju gjentem pranë, ashtu siç kam bërë në gjithë këto vite, nuk do ndryshoj as edhe një lloj gjëje nga kjo. Bravo Rajza! Rajza të dua shumë! Kjo është ajo që unë kam bërë për 5 vite rresht pak nga pak dhe që e kam përmbledhur në misionin dhe visionin e studios Sizana, dhe do thosha që mbrapa kësaj zanës që flet këto gjërat këtu dhe që ka arritur këto gjërat, është një krah i djathtë që ka duruar sa herë Zana ka qarë, sa herë Zana ka thënë që jo nuk e bëj dot këto, jo nuk ja dal dot kësaj. Është ai personi që ka duruar të gjitha të zanën që juve nuk e njihni, se normalisht të gjithë njerëzit kanë atë pjesën me fjalë që nuk ndihen mirë ndonjëherë dhe janë jo fort me fjalë në humor. Dhe ky personi është ai njeriu që Zoti më ka bekuar ta kem shokun e jetës dhe bashortin e jetës, kështu që unë nuk do e lija pa e përmendur, pa e nxjerr para jush, sado siklet që ke para jush Valmir Luzi. Dhe nuk i pata thënë gjë që do e ftoja në skenë, thjesht e lash sikur nuk do e merrja fare këtu, edhe tani në fund i thash Anikës, ik thirrë babin që të vi. Dhe kur erdhi këtu, i thash, sepse nuk doja që ai të mendonte çfarë do thoshte. I thash, ulu aty, se do të ftoj në skenë për pak, i thash, kështu që do të them diçka edhe do vish ti pastaj. E kemi komplet të papërgatitur. Atëherë, shëndetje të gjithëve, selam aleikum. Me lejoni të them dy fjalë edhe pse jam goxhë më cinuar dhe nuk e kam atë shpërndarje si Zana, domethënë gjithmonë. Dua të them që është nder që kemi miq si jeni ju, sepse unë nuk ju konsideroj as fansa, as spektator, as dikush që ka ardhur për të argëtuar, dikush mund ta kalon të një të diel duke qëndruar me familjen ose duke dalë duke argëtuar, dhe keni zgjedhur që të vini të mbështesni projektin tonë. Them diçka këtu. Mirë, e bëri shumë emocionale, unë do bëj pak me humor. Fabiani, nuk e di do më dëgjoj, ndoshta më tha, Ozana tha, unë do ta lë panelin. Po të lutem tha, ftonja 5-6 veta, një 10-20 ta të bëjmë paksa të ngelet paneli bosh, nuk ka kush të dëgjoj. Kështu që besoj mbushëm panelin, jemi plot. Gjithsesi, unë brisja falënderimin e Zanës, duke qenë se unë jam një burr i përdorur. Në videot e saj virale më ka përdorur, më ka bërë bajat. Gjithsesi, do të thënë është një shprehje që pas çdo njeriu të suksesshëm është një grua që e mbështet. Dhe unë jam ajo gruaja, do të thënë. Gjithsesi, unë do ta kthej pak më serioze fjalimin, duke thënë që profeti alayhis salam thotë që çdo kush do dojë më të mirën për vllahun e vet, ashtu sikur e do për veten. Dhe vizioni jon dhe i Zanës është që
çdo person që na torket, ose na vjen, ose na takon, ose thjesht kontaktojmë në Instagram apo kudo, mundohemi ti shërbejmë dhe t'ja drejtojmë orientimin ashtu siç do ta donin të na e bënin neve. Pra ky është projekti dhe mendësia jonë. Dhe Zoti është për blesë të mira. Unë ju falenderoj nga zemra që ishte gjithë këtu. Pak më përpara mendova se doja plasja të qarësh, po s'besi Zoti që nuk qava, edhe ja dola me një fjalë këtij përfundimi këtij fjalimi të thjeshtë edhe të përmbledhur me një fjalë me zemër për ju. Ju dua shumë. Jam shumë e bekuar që ju kam në jetën time dhe shpresoj me një fjalë që të gjithë së bashku të bëjmë më të mirën për veten tonë dhe për gjithë secilin nga ne. Zoti ja shpërblet që erdhët të gjithëve.